bima kasabat aydin nas, shumë që janë në tokë ndodhin prej duarve të njerëzve. Mos të bëhemi të padrejt kur të na ndodhin fatkeqësitë, edhe kur të ndodhemi para sprovave me fajsu apo me tentu me shfajsu veten e me fajsu Allahun xhelleshanuhu, valla çështë e ka caktuar Zoti. Çështë ka thonë Zoti. Po Allahu ka paralajmëruar në Kur'an, po pejgamberi alayhi salam ka paralajmëruar, ka marrë një kohë çështë, ka marrë kështu, ka marrë puna kështu, ka marrë puna kështu, edhe çka na hajde po rrim dur të nxepa, pse Allahu ka paralajmëruar. Zoti ka thonë ka marrë fillon koha. Çka po të rrok tyje ky problem? Që po përballemi me vështirësitë, se Allahu ka paralajmëruar që ka marrë kjo kohë. Se pejgamberi alayhi salam ka paralajmëruar që ka marrë kjo kohë. Po Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam kanë paralajmëruar, keni kujdes, rujuni, se me bo me zgjedh rrugën ju të mirë, me bo me zgjedh rrugën përballë rrugës së mirë, keni mu përballë me çdo vështirësi. Dhe paralajmërimet e Zotit xhelleshanuhu në shumicën e rasteve janë edhe të pejgamberit alayhi salatu vesselam, rujuni, keni kujdes. Sepse rruga është me gjëmba. Po dolëm të zbathur, do të gërvishemi prej gjëmbave edhe prej pengesave në rrugë. Po nëse mofim këpucat e mira, adekuate, për kohën, për rrethonat, do ta mbrojmë veten edhe do t'i mbrojmë kohën tona. Kur bje bora atje dimrit, a ke arsye me dalë në teshat holla, edhe me thonë valla, u mordhin unë për shkak të caktimit të Zotit. Valla u ftofa, se Allahu ka caktuar më ftofën. Jo, më fal. Allahu ka thonë rujo, se dimnit mund është më ftof. Apo? Vishu trash. Prandaj, ne kështu duhet po jetën tonë. Duhet ta shohum se përballë gëzimit gjithsesi është edhe hidhrimi. Amo duhet përqendrohemi që të punojmë edhe të veprojmë edhe të jetojmë me gëzimin, afër gëzimit, rrugës e cila na çon drejt gëzimit, dhe jo ta zgjedhim rrugën e hidhrimit, edhe në fund të mundohemi që ta arsytojmë apo ta shfaqsojmë veten se Zoti ka caktuar kështu.